Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Uthull molle, sekreti që kuron artritin një herë për gjithmonë, ja si ta përdorni. Pjesë të ndryshme të trupit mund të preken nga artriti duke ju shkaktuar dhimbje shumë të forta. Kjo lloj dhimbje mund të qetësohet me pushimin dhe njëkohësisht me terapinë e duhur. Gjithashtu, disa kura natyrore janë shumë efektive për qetësimin e dhimbjeve, të cilat shkaktohen nga artriti, dhe ja disa mënyra të thjeshta të cilat do t'ju ndihmojnë vërtet shumë. Përzjeni 1/3 lugë me uthull molle dhe 8 gota me ujë ose me lëng qershie. Konsumojeni këtë përzierje gjithmonë para vakteve. Vaj kokosi dhe uthull molle. Nëse doni rezultate më të mira, përzjeni 2 lugë me uthull molle dhe 1 lugë gjelle vaj kokosi. Vendoseni këtë përzierje në zonën ku ju ndjeni dhimbje dhe rezultatet do të jenë më të dukshme pas një periudhe të shkurtër kohe. Dush me uthull molle. Ju mund të bëni edhe dush me uthull molle për këmbët. Përzjeni 6 gota ujë dhe pak uthull molle. Më pas vendoseni këmbët tuaja në këtë përzierje dhe do të shikoni se si dhimbjet do të largohen. Nëse keni dhimbje në qafë apo në pjesë të tjera të trupit, lagni një peshqir pambuku në këtë përzierje dhe vendoseni në qafë ose në zona të tjera ku keni dhimbje. Dhimbjet e shpinës, këmbëve e të tjerë janë të tmerrshme dhe zakonisht janë pasojë e stresit, qëndrimit të gabuar dhe stilit të pashëndetshëm të jetesës. Sidoqoftë ndonjëherë ndjeni vetë mirë, po vazhdoni ta injoroni atë sepse jeni shumë të zënë me punën tuaj dhe pasi të shkoni në shtëpi dhimbja kthehet dhe nuk mund të qëndroni dot më ulur. Nëse jeni viktime këtyre dhimbjeve, ne do t'ju sjellim një recetë e cila do t'ju ndihmojë ju në shërimin e këtyre dhimbjeve. Përgatitja: do t'ju duhet 150 gram gelatin, ujë të ftohtë dhe futeni 5 gram të gelatinës në një gotë me ujë të ftohtë. Përzjeni atë deri në mëngjes, por mos e futni në frigorifer, pasi gelatina mund të ngrihet gjatë natës. Përdorimi: këtë lëng përdoreni çdo mëngjes me stomakun bosh derisa të filloni dhe të vëreni. Efektet e magjishme pas një jave. Vazhdoni që ta përdorni për 1 muaj për të patur rezultate më të përhershme. Nëse nuk ju pëlqen shija e kësaj pije, atëherë mundet që të shtoni pak mjaltë, lëng apo edhe kos. Gjithashtu, soda e bukës mbetet një nga produktet më efektive kundër artritit. Një studim i kohëve të fundit sugjeron se konsumimi i një solucioni me sodë buke mundet që të lehtësojë artritin. Ky është përbërësi kryesor i kuzhinës që njihet gjithashtu si soda e bukës. Soda bikarbonat mund të parandalojë dhimbjet e shkaktuara nga artriti reumatoid dhe inflamacioni. Pas vetëm 2 javësh pasi konsumuan ujë me sodë buke, njerëzit prodhuan më pak qeliza autoimunitare dhe ato nxisin inflamacionin dhe përkeqësojnë atë. Autori i studimit nga Kolegji Mjekësor i Gjeorgjisë thotë se ndryshimi nga inflamator në anti-inflamator ndodh kudo, e vërejmë në veshka, shpretkë dhe gjak. Është një mënyrë tërësisht potenciale e sigurt edhe për të trajtuar sëmundjet inflamatore. Simptomat e zakonshme të artritit janë dhimbje dhe ngurtësimi. Janë më shumë se 100 lloje artriti, përfshirë artritin reumatoid dhe gutën. Artriti reumatoid prek me miliona njerëz në të gjithë botën. Gratë janë më së shumti 3 herë më të rrezikuara se meshkujt për të zhvilluar këtë sëmundje. Ato me histori familjare të artritit reumatoid gjithashtu janë edhe më vulnerabël. Artriti reumatoid është një sëmundje kronike ku sistemi nervor bën që trupi të sulmojë veten, duke shkaktuar kështu njëkohësisht ëndjen dhe mund të shkaktojë dhimbje, ngurtësim të kyçeve. Artriti reumatoid është forma e dytë më e zakonshme për sa i përket sëmundjes së artritit dhe fillon mes moshës
40 deri në 50 vjeç ku godet zakonisht duart, kyçet dhe gjunjët. Shkencëtarët u kërkuan pacientëve të konsumojnë sot buke të tretur në një shishe me ujë. Rezultatet në fund treguan përmirësime në gjendjen e pacientëve të cilët patën lehtësim të dhimbjeve. Si të kuroni dhimbjet e gjurit me vezë? Nyjet më të rëndësishme në tërë trupin ton janë sigurisht gjunjët, meqense ato na ndihmojnë me lëvizje. Gjithashtu gjunjët janë tepër të rëndësishëm dhe vendimtar për drejtim, ulje dhe shumë lëvizje të tjera që ne performojmë çdo ditë. Inflamacioni i këtyre nyjeve mundet që të sjellë vështirësi dhe të zvogëlojë lëvizshmërinë tonë. Në rast të inflamacionit duhet të veproni shpejt sepse kjo është mënyra e vetme për të shmangur dëmet që mund të sillin tek gjunjët tanë. Në këtë video ju do të mësoni për një ilaç natyral dhe tepër të rëndësishëm i cili është në gjendje të qetësojë dhimbje në gjuhë për disa minuta. Por jini të vetëdijshëm se dhimbja në gjuhë mundet të shkaktohet nga mbipesha, lëndimet, përpjekjet e tepruara fizike dhe artriti. Ndaj, hidhini një sy kësaj recete. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një verdhë veze, 2 lugë krip dhe fash elastike. Rriheni të verdhën e vezës, derisa ta përzini atë me krip dhe të përfitoni një masë homogjene. Si ta përdorni? Aplikoni disa nga përzierjet në pambuk dhe vendoseni direkt në gjuhë. Si edhe përdorni fash elastike për ta izoluar. Pambuku duhet të qëndrojë në zonë për 2 orë për veprim. Ju duhet ta kryeni këtë praktik me fasha 4 herë në ditë. Janë shumë faktorë të cilët shkaktojnë dhimbje të ndikuara kryesisht nga artriti, osteoartriti, artriti reumatoid dhe septik, cistet e gjurit apo frakturat. Është një nga problemet më të zakonshme shëndetësore, të cilët frenojnë tërësisht aktivitetin normal fizik. Sipas ekspertëve, zakonisht dhimbja e gjunjëve shoqërohet me ëndjen e tyre, kufizimin e lëvizjeve normale të gjymtyrëve, probleme me ngjitjen dhe zbritjen e shkallëve, qëndrimi në këmbë apo ulur, mbledhje e ujit tek gjunjët duke shkaktuar dhimbje të forta. Gjithashtu dhimbja e gjunjëve shkaktohet edhe si pasojë e reumatizmës. Kjo sëmundje ndikon në ëndjen e gjymtyrëve, skuqjen e tyre dhe madje edhe në rritjen e temperaturës, vështirësi në ecje si edhe në përkulje gjithashtu. Sugjerojmë disa metoda krejt natyrale dhe krejt efikase për lehtësimin e dhimbjeve, ndaj ju ftojmë ta dëgjoni këtë video deri në fund. Kura natyrale. Vendosni kompresa me akull te pjesa e gjurit që ju dhëmb. Mbajini për 20 minuta dhe bëheni këtë ritual gjatë ditës. Shtrëngoni pjesën e gjurit që ju dhëmb përmes një fashe elastike. Mundohuni të pushoni sa më shumë duke evituar lodhjen e sëmundjeve të gjunjëve. Bëni ecje të ngadalta të cilat nuk ndikojnë në futjen e gjunjëve në një aktivitet të plotë. Vendosni jastëk të mëdhenj poshtë gjunjëve teksa pushoni. Hidhni një lugë gjelle me piper të kuq dhe një filxhan me vaj ulliri. Aplikojeni përzierjen bashkë derisa të bëhet masë homogjene dhe masazhojeni pjesën e gjurit që ju dhëmb. Këtë ritual ju mund ta bëni të paktën 2 herë në ditë. Ju mund të lehtësoni dhimbjen e gjunjëve edhe me një dietë të pasur me produkte ushqimore që janë të pasura me vitamina dhe me antioksidant. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake,
ndër veprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.